A mundet të zgjidhet pabarazia gjinore duke i vendosur fëmijës mbiemrin e nënës? Një debat i vjetër është rikthyer në Itali pas një propozimi të ri nga senatori Dario Franceschini, i cili kërkon që foshlet të marrin automatikisht mbiemrin e nënës. Ai e konsideron këtë si një kompensim për një padrejtësi ose diskriminim shekullor dhe një hap kundër pabarazisë gjinore. Por zëvendës kryeministri dhe njëherëzi lideri i Legas ose të djathtës ekstreme italiane Matteo Salvini ironizoi këtë ide duke e quajtur si prioriteti më i madh i së majtës italiane dhe është kritikuar edhe nga deputet të Partisë së Melonit si një përpjekje për të kaluar nga patriarkati në matriarkat. Propozimi ka shkaktuar mjaft debate jo vetëm në arenën politike, por edhe në rrjetet sociale ku disa e shohin si një hap të drejtë, ndërsa të tjerë e quajnë simbolik dhe të kotë, duke theksuar se diskriminimi gjinor nis me pabarazinë në paga, e cila ende nuk është adresuar. Në vitin 2022 gjykata kushtetuese ka shpallur antikushtetues praktikën e emërimit automatik të mbiemrit të babait, por qeveria e Melonit nuk ndërmori asnjë hap për të zbatuar këtë vendim. Ndërkohë, politikat e saj kanë qenë edhe kritikuar për dëmtimin e të drejtave të familjeve jo tradicionale, përfshirë ato LGBTQ+. Po ju çfarë mendoni? A duhet që fëmijët të marrin mbiemrin e babait apo të nënës? Ndani mendimin tuaj në koment.